Edhe unë kur e pash këtë aty, thash po ky qa kërkon këtu, edhe i thash po ti qa kërkoje te kafja ku pi unë kafe mër. Ai e kishte sjell aty domethënë që shikoje këtë tash dhe më shiko mua, domethënë për të bërë krahasimin unë. Edhe domethënë që unë me thënë të drejtën nuk kam qenë materialiste. Jo, nuk më del asnjë fytyrë përpara sepse Gjoni unë femra varet se ku është e lidhme shpirtërisht, edhe ky ma hoqi këtë lloj gjëje që isha e lidhme me këtë. Çado që domethënë ky është i vetmi mashkull që ma hoqi këtë lidhje që kisha me këtë ishin tim. Se meshkujt dorëzoheshin, nuk ma hiqnin atë lloj, nuk krijonin dot me mua një lidhje të fortë. Edhe që të thoja unë edhe është i vetmi që e theu atë barrierën, domethënë, dhe më shpëtoi, domethënë, se do rria gjithmonë e varur kështu me mendje kështu. Më ka shpëtu ky fiksimi, më ka ndihmuar shumë në jetë mua. Ky më ka ndryshuar jetën mua, në të gjitha këndvështrimet. Sa më ka ndryshuar jetën, më ka nxjerr nga një gjendje matriksi, nga një gjendje fame që doja të bësha e famshme, kisha sa ide koti. Ky mi rregullovi të gjithë trut, më kishin ikur trut. Qa lloj pune ka bë me mua ky lloj mashkulli më vlla. Edhe ta kisha paguar nuk do ta bënte këtë lloj pune. Si ka mundësi më ka dashur kaq shumë që më ka ndihmuar kaq shumë. Ka luftu shumë o vlla. Si ka mundësi që është kaq i fortë, kaq i zgjuar. E ka kuptuar, prandaj u bë xheloz i ditët e lokalja, i tha, kush t'ka shkruajtur, i thashon ai ishi, pse qa ka? Si tha ai, u bë xheloz shu iku. Edhe aty ka kuptuar të vërtetën ai. Ka thënë, po kjo debilja nuk më dashuron, mu ka thënë, do mendoj kjo për dikë tjetër, unë gjithë ky mashkull. Edhe sa pas ka vujt i shkreti, do të monta, po ajo, ati ti ka ik truri. Ati ti ka ik pini marë, ka thënë, qyqa, gjithë kjo gocë, mos më dashuroj mua. Edhe ka ikur atje, ka folur me hoxhat, me këto të kishave, me këto psikologët, i kam ledh gjitha i. I ka thënë gjithave nga 100 euro. Më zgjidhni çfarë ka kjo femër, i ka thënë. I kanë thënë gjo, i kanë thënë. Me këtë duhet jesh shumë e durume, sepse ky i krijon kurth, ky ishi vetë, nuk e lej që kjo tiki me dikë tjetër. I kam ledh gjithë po themëre me gjithë vërtetën. I kanë thënë ato do veprosh në këtë mënyrë, do ta bësh xheloze, do marrësh një femër kot, edhe do bësh sikur ti ke lidhje me atë, do ta fusësh në të tretë. Dhe duke rënë ajo në xhelozi, do bjerë edhe në dashuri me ty, duke e bërë xheloze. Edhe ai ka përdorur këtë lloj gjëje për të më bërë mua të dashuar. Ças ka përdorur? Unë se kam dash fare fiksimi fillimor. Pa maja ka rrit qëllimi, duket. Ti i ke fut në një të rrafme? Jo, për zotin lart, ças ka përdorur që të më bëj mua të dashurohem? Ai e ka ditë që unë nuk e dashuroj në fillim. Ka thënë kjo mua. Imagjino sa gango është ai që ikën në përfallxore. Jo, mër i ka marrë fallxoret, vinë aty tek ai, mër i kanë thënë mi thrisin gjithë fallxoret më të mira, mër gjem qa ka kjo, mër. Se s'ma gjenin do qa kisha. Unë isha e blokuar. Edhe më zbërthyen, më liruan. Unë kam qenë shumë keq, psikologjikisht. Ai ta ka tregu këtë info, jo, këtë info e kuptova vetë. Ai nuk më ka tregua si gjë mua, unë i kam kuptu vetë gjërat. Qa kishe? Kisha... Qa kisha unë, do t'ja u them unë qa kisha. Unë kisha këtë defektin që... Nuk di si t'ja u shpjegoj se çfarë kisha unë. Nuk kam si t'ja u shpjegoj. Por ai më ka ndihmuar që unë të ekzistoj dhe prandaj më thoshte mua më kërkon ndihmë, më kërkon lek mua gjithkohon. Edhe nuk më kërkonte asnjë gjë në këmbim, sepse ai po më mbronte mua. Po më edukonte, kjo quhet si një edukim që më ka bërë ai mua. Unë jam edukuar shumë në të gjitha aspektet. Jam edukuar te pjesa e lekut, jam edukuar te folura, jam edukuar
në çdo gjë, tash në njëre humbas, dal nga vetja ose bëj një gabim, po më ka edukuar përgjithësi. Faktikisht, unë kam edukim për t'i bërë tjerëve, po unë s'dija disa gjëra, se dhe unë mund t'i edukoj të tjerët, po kam dhe unë probleme, kupton, nuk jam perfekte. Më duhesh edhe mua edukim, se unë mund t'i edukoj juve, po mund t'kem dhe unë nevojë për edukim, pra nuk jam perfekte. Dhe ai u mor me mua që të më edukonte. Po, bosa është marrë me mua. Unë do kisha përfunduar kurvë, mor, duke ushit me lek, po mos një fjatë, 100%. Nga që u bëra e famshme, do isha bërë kurvë, po shqyqy që më morja im, kapja i. Ua, qa edukimi më ka bërë, ua, unë ati do t'ja di për nderë gjithmonë, gjithë jetën. Mua nuk më prek do t'askush dhe nuk flet do t'askush me mua, unë do bëjmë se ai përdace. Ai është një individi që më ka mbrojtur mua dhe më mbron, është shumë i fortë. Unë se dija që ishte kaq i fortë ai. Nuk është aspekti të leku apo të fuqia që ai ka, pushteti. Është që ai ka harxuar kohën për mua. Ai dikushi merreshe me mua, unë askushi. E kuptoni, domethënë, një njeri dikushi si ai të rri mas meje, edhe të më nxjerrë mua psikopatit mendore. Më ka hequr të gjitha budalliqet që kisha në kokë. Bravo fiksimi, gjithë fiksimi do t'i dedikohet, as lindës, as një tjetri. Ta dini për fiksimit, unë jam gjallë, se mos e merë në një, thot Edi Rama e rregullova unë, Marinelen. Nuk më ka rregullu as Edi Rama, as një, as Aliu, as një. Më ka rregullu edukimi, më ka rregullu fiksimi. A i mi gjeti telat, mi gjeti problemet, gjitha më kuptovi, më njofti, dhe më ka bërë mua një njeri të lumtur. Am qaf si e ka emrin fiksimit, dashke shumë nga jeta ti Ojmonda, me tregu emrin e fiksimit. Asa kërkon ti, nga jeta Ojmonda. A ti duhet t'i thoni këshu ju, atë duhet t'a qymë këshunëve. Ky fiksimi pas ka qenë pithsome, po, shumë i zjut, shumë. Merë vesh nga çdo gjë. Ue, sa i zjut që ka qenë. Fiksimi të fikson. Jo, nuk është që fiksimi të marton, nuk të fikson. Po të vu fiksimi të marton. Fiksimi nuk të fikson, fiksimi të marton. Po pas kam pas fatun që mu vu mua. Pas kam qenë ropë me fat. Na u ka bo fiksimi jot fiksim, thon këto. Ka në një shok të mirë fiksimi i ka gjithë me syze qorri. Shokët. Me çanta, me syze qorri, rica me ca tipa kështu, me këto që mësojnë shkollë. Po janë ropë mirë gjithë përgjithësi. I kërkoj falje çunave që janë me syze se dhe unë qorre jam ose rruni trapin. Kur do martohesh me fiksimin? Nuk e besoj se do më martoj, se akoma nuk jam bërë si do ai, sepse ai do të më bëj mua shumë të fortë. O shpirti motrës, të duhet një drejtim kurrizi, thot. Dëgjoni, kam në plan që dëgjoni, jam që si më ka ardhur truri, po ma ka sjell truri në Linda. E shef që jam rikthyer në Elenën që ke njofti. Jam rikthyer në Marinelën e Star Akademis, mar. Gjithë shka fal fiksimit, për qa dhurate do t'i bëjmë atit në ma. Duhet mendoj me i bëjmë në i dhurat në i gjëse. Kush e di qa dhurate do ai. Mërë zoti math. Sa ka duru ai me mu. Sa ka duru. I pal brek, ti blejmë të kojni në i pal brek shu të 50 euros, 100 euros, se nuk pranon brek 10.000 lek shaj. Ti blejmë në i pal brek 200 euro, ti a qëmë shumë e kuti, ti qëmë edhe i drynë aty të brekët, qelsa, është një drynë. Për zotin kam qenë më e poshtra, po si a bëra i dhurat tjith. I pal brek, edhe i drynë mrena, me qelës. Drynit tjetë shu që varet e qelsat e shpis. Po shka pate me brekët. Do me thënë veni drynin.
Mirela thot, i ka allatet e vyra, i thot. Aset komtar. Imagjino ti e duke na pa live ai ne tallin drapin me atë. Thot am lërovshe kockën. Am lërovshe kockën. Se më degenerove, thot. Je shumë e mirë, po. Mirë u bën, thot, pa e vajza e Big Brotherit, përsa i mirë na ka të drejtë. Ajo mori për kot. Ma ka ish komplet stresin, atë ka rau në njëra i, jo, është shumë i mirë. Unë thash se ai do më rifte mua, se dukesh e i keq. Thash do më dhunoj ky mu. Jo, ishte shumë i mirë. Shumë i mirë. Vetëm të ka përkëdhel. Dun informacione, po gjatë seksit si ishte fiksimi. Jeni kurios? Jo, nuk e dua. Gjoni tash me thënë drejtën, nuk fliten këto tema se janë personale.